Ndër zhvillimet kryesore juftoi të ndiqni segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e parë është hapur plotësisht për kalimin e automjeteve. Pavarësisht shtrenjtimit të karburanteve për shkak të luftës në lindjen e mesme, importi në Shqipëri ka shënuar rritje të konsiderueshme gjatë muajit mars. Skemat lehtësuese për shplyerjen e detyrimeve të prapambetura të energjisë elektrike po japin rezultatet e para konkrete. Masa e pensionit për 40.000 qytetarë që mbushin moshën e daljes në pension këtë vit do të llogaritet me koeficientët e rinj të indeksuar. Ju përshëndes, do t'jemi bashkë me lajmet e orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e parë është hapur plotësisht për kalimin e automjeteve. Paralelisht pritet të nisë puna edhe për segmentin Kashar-Lekaj, ndërsa në javët në vim pritet dalja e fituesit të garës koncesionare për segmentin Milot-Balltren. Segmenti zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e parë është hapur plotësisht për kalimin e automjeteve. Tashmë segmenti nga Tirana deri te mbikalimi Rinasit ka 8 kursi në total, nga 4 në secilin drejtim, duke u kategorizuar si rrugë kategorisë A, ndërsa në hapjen zyrtare merrte pjesë kryeministri Edi Rama dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Është e përfunduar, sot ne kemi të hapur. Është shtuar 2 kursi të tjera, patjetër bëjmë një rritje kategorie në kategorinë A, por që ne kemi folur edhe për pjesën e le themi korridoreve të gjelbërta dhe që ndoshta mund ta ulim pak shpejtësi. Ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Karakaçi njoftoi se së shpejti do nis puna dhe për vijimin e mëtejshëm të aksit drejt Durrësit. Ne kemi të parashikuar, në fakt kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por do të afrojmë në 2026 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi me fazat e tanishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Paralelisht pritet të nisë puna dhe për segmentin Kashar-Lekaj, pjesë e autostradës Adriatiko-Joniane, ndërsa në javët në vijim pritet dalja e fituesit të garës koncesionare për segmentin Milot-Balltren. Milot-Balltreni është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Kosto për zgjerimin e 6 kilometrave të parë të autostradës Tiranë-Durrës ishte rreth 3.4 miliard lekë. Pavarësisht shtrejtimit të karburanteve për shkak të luftës në lindjen e mesme, importi në Shqipëri ka shënuar një rritje të konsiderueshme gjatë muajit mars. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u zhdoganuan afro 1454 ton karburante më shumë në mars të këtij viti. Pavarësisht rritjes së çmimit të karburanteve në muajin mars 2026, importi dhe konsumi sërish rezultojnë me rritje krahasuar me një vit më parë. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, sasia e karburanteve të importuara dhe zhdoganuara në muajin mars rezulton më e lartë krahasuar me muajt e mëparshëm të këtij viti. Nga ana tjetër, rritje vërehet edhe në raport me muajin janar dhe shkurt 2026, kur çmimet për këtë produkt kanë qenë normale, duke sinjalizuar një zgjerim të furnizimit në treg, pavarësisht presioneve të jashtme. Konkretisht, dhënat tregojnë se në mars 2026, muaji i cili solli rritje të ndjeshme të çmimit të naftës në treg, që arriti në afro 224 lekë për litër, janë zhdoganuar 53.577 ton karburante, me një rritje prej 2.294 ton në krahasim me muajin shkurt, ndërsa në raport me janarin 2026, rritja është afro 2.769 ton. Krahasuar me mars 2025, rritja rezulton afro 1.454 ton. Ajo që vjet re nga shifrat është në raport me muajin mars të 5 viteve të fundit, pra duke nisur nga viti 2022, rezulton se në mars 2026 janë zhdoganuar më shumë sasi. Rritja e importit mund të jetë e lidhur me disa faktorë kryesor. Arsyeja e parë mund të jetë një shtim i furnizimit nga kompanitë importuese për t'i paraprirë paqëndrueshmërisë në tregjet ndërkombëtare, të ndikuara nga tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme. Së dyti, rritja e kërkesës në tregun vendas lidhet edhe me rritjen sezonale të aktivitetit ekonomik,
çka mund të ketë shtyrë operatorët të rrisin volumin e furnizimit. Dhe e treta është se pavarësisht çmimit, qytetarët nuk kanë reduktuar lëvizjet. Nëse do të analizojmë si 3 mujor ku importua në total 155.6 mijë ton, rezulton të ketë rënje në raport me periudhën janar-mars 2025, por ndikim në këtë rast kanë 2 muajt e parë të vitit, janar-shkurt. Sa i takon mallrave të tjerë të akcizës, për muajin mars janë importuar 238 ton cigare, me rënje prej 48 ton në raport me mars 2025, 729 ton kafe, që gjithashtu rezulton me rënje prej 171 ton krahasuar me mars 2025. Importi i birrës po ashtu është reduktuar, ku është doganuan 3.353 ton nga 4.495 ton në mars të vitit të kaluar. Edhe si 3 mujor, përveç cigareve, mallrat e tjerë paraqiten me rënje. Skemat lehtësuese për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të energjisë elektrike po japin rezultatet e para konkrete. Sipas të dhënave të OSHE, janë 883 klientë familjar të cilët kanë lidhur marrëveshje. Skemat lehtësuese për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të energjisë elektrike po japin rezultatet e para konkrete, teksa qindra familje dhe biznese kanë hyrë në marrëveshje për likuidimin me këste të borxheve. Sipas të dhënave të publikuara nga OSHE Group, deri në 20 prill 2026, 883 klientë familjar kanë lidhur marrëveshjen me furnizuesin e shërbimit universal, ku 521 prej tyre kanë përfituar ulje deri në 70% të kamat vonesës përmes pagesës së menjëhershme të detyrimeve. Ecuria e skemës tregon se përfitimet nuk janë kufizuar vetëm tek familjarët. Në total, 76 institucione kanë përfituar falje të plotë të kamat vonesës, ndërsa në sektorin e biznesit janë regjistruar 108 subjekte të mëdha që kanë përfituar ulje prej 50% dhe 5 biznese të vogla që kanë përfituar 100% falje të kamatës. Skema, e cila synon të lehtësoj barën financiare të konsumatorëve dhe të përmirësoj nivelin e arkëtimeve, u jep mundësi klientëve të shlyejnë detyrimet e krijuara deri në fund të vitit 2024 përmes kësteve mujore. Për familjet në nevojë, këstet nisin nga 1.200 lekë në muaj, ndërsa për kategoritë e tjera nga 2.800 lekë me një afat maksimal deri në 240 këste. Për subjektet jo familjare, afati pagesës varion nga 24 deri në 120 këste, në varësi të shumës së detyrimit. Njëkohësisht, skema parashikon stimuj për pagesat e menjëhershme, duke reduktuar ndjeshëm kamat vonesat apo duke i falur ato plotësisht për kategoritë të caktuara. Shqipëria vion që të mbajë Italinë si partnerin kryesor tregtar në një kohë kur shumica e vendeve evropiane kanë Gjermaninë si partnerin e tyre më të madh. Të dhënat për vitin 2025 tregojnë se 26.8% e shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë lidhej me vendin fqinj. Në hartën ekonomike të Europës, Gjermania shfaqet si qendra kryesore e gravitetit tregtar për shumicën e vendeve të kontinentit, megjithatë Shqipëria ndjek një linjë tjetër. Partneri i saj më i madh tregtar mbetet Italia. Të dhënat e publikuara nga Visual Capitalist për periudhën janar-shtator të vitit 2025 tregojnë se një pjesë e madhe e vendeve europiane kanë Gjermaninë si partnerin kryesor tregtar, mes tyre Austria, Hungaria, Polonia, Çekia, Rumania, Suedia, Norvegjia dhe Serbia, duke konfirmuar rolin dominues të ekonomisë gjermane në tregtinë europiane. Në këtë panoramë të dominuar nga Gjermania, Shqipëria mbetet ndër vendet që ruajnë një orientim tjetër ekonomik, duke patur Italinë si partnerin më të madh tregtar. Ky model nuk është i rastishëm dhe lidhet me afërsinë gjeografike, lidhjet historike, ekonomike dhe zhvillimin e industrisë fason, e cila për dekada ka qenë lidhur ngushtë me tregun italian. Në të gjithë hartën europiane, vetëm Shqipëria dhe Malta kanë Italinë si partnerin kryesor tregtar. Të dhënat për vitin 2025 tregonin se Italia zinte 26.8% të shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë, duke përfshirë si eksportet ashtu edhe importet. Pastaj renditet Kina me 10.5% duke reflektuar rolin e saj në furnizimin me mallra dhe materiale për tregun shqiptar. Në vijim të listës, Greqia zë 7.6% të shkëmbimeve tregtare, ndërsa Turqia 7.3%. Gjermania, megjithëse dominon në nivel europian, renditet në vendin e 5 për Shqipërinë me 6.7% të tregtisë totale. Lista e partnerëve tregtar tregon gjithashtu rëndësinë e rajonit në ekonominë shqiptare. Kosova përbën 4% të shkëmbimeve tregtare, ndërsa Serbia zë 2.6%, duke reflektuar lidhjet ekonomike brenda rajonit të Ballkanit. Përveç Gjermanisë, disa vende të tjera luajnë rol të rëndësishëm në furnizimin e tregjeve europiane, si Italia për Shqipërinë dhe Maltën, Shtetet e Bashkuara për Irlandën dhe Mbretërinë e Bashkuar, si dhe Franca dhe Spanja për vendet e Europës jugperëndimore.
Masa e pensionit për 40.000 qytetarë që mbushin moshën e daljes në pension këtë vit do të llogaritet me koeficientët e rinj të indeksuar. Vendimi ka hyrë në fuqi dhe koeficienti i indeksimit është 6.4%. Rreth 40.000 qytetarë që u lindë drejta për pension nga data 1 janar 2026 do të kenë të ardhura mujore të llogaritura me koeficientët e indeksuar. Vendimi i botuar në fletoren zyrtare dhe tashmë në fuqi përcakton miratimin e indeksimit të bazës së vlerësuar të vitit 2024 me koeficient indeksi 6.4% të llogaritur sipas kritereve të ligjit në fuqi. Indeksi prej 6.4% aplikohet për llogaritjen e bazës së vlerësuar individuale vjetore, të arritur nëpërmjet kontributeve të paguara dhe rivlerësimit të tyre, të kryera deri në vitin 2024 dhe zbatohet për efekt të llogaritjes së masës fillestare mujore të pensioneve me datë lindje të së drejtës nga data 1/1/2026 e në vazhdim. Vendimi detajon se pas aplikimit të indeksit të vitit 2024, baza e vlerësuar për efekt të llogaritjes së masës fillestare mujore të pensioneve për ata individ që u lindë drejta nga 1 janari 2026 nuk mund të jetë më e lartë se 3 fishi pagës minimale në shkallë vendi për pagat e periudhës nga viti 1994 deri në 31/12/2001, si dhe sa paga maksimale në shkallë vendi e përcaktuar sipas kritereve të ligjit të vitit 1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar për pagat e periudhës nga viti 2002 në vazhdim. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi lidhen me zbatimin e formulës së caktimit të pensioneve dhe aplikohen vetëm për pensionet që caktohen me datë lindje të së drejtës nga 1 janari 2026 në vazhdim dhe përballohen brenda buxhetit vjetor të miratuar për Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Ky vendim ka për qëllim përmirësimin e sistemit të pensioneve, duke harmonizuar shumën mujore fillestare me kontributet që individët kanë derdhur gjatë viteve të punës. Indeksimi do të sigurojë që pensionet e reja të jenë në përputhje me pagat e deklaruara dhe kontributet e derdhura, duke sjellë një rritje të drejtë dhe transparente për përfituesit. Ky vendim pritet të ketë ndikim në rritjen e fuqisë blerëse të pensionistëve të rinj. Indeksimi si detyrim ligjor është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të shtetit për të përmirësuar sistemin e sigurimeve shoqërore dhe për të siguruar që çdo qytetar të përfitojë në përputhje me kontributet e tij. Banka e Shqipërisë vëren se kreditimi i ekonomisë ka qenë i qëndrueshëm si për segmentin e bizneseve ashtu edhe për individët. Sipas Bankës Qendrore në përgjithësi, kërkesa për kredi si nga individët ashtu edhe nga bizneset pritet të jetë e qëndrueshme, ndërsa tregjet financiare kanë ecur sipas pritshmërive. Banka e Shqipërisë vëren se kreditimi i ekonomisë ka qenë i qëndrueshëm si për segmentin e bizneseve, ashtu edhe për individët, sipas drejtorit të Departamentit të Sistemit Financiar në Bankën e Shqipërisë, Klodion Shehu, në përgjithësi, kërkesa për kredi si nga individët ashtu edhe nga bizneset pritet të jetë e qëndrueshme, ndërsa tregjet financiare kanë ecur sipas pritshmërive. Kemi edhe sektorët veçantë, siç është sektori i individëve dhe sektori i bizneseve. Bizneset në përgjithësi kanë patur një ecuri pozitive të aktivitetit. Sipas vërtetimit të Bankës së Shqipërisë rezulton që ato kanë operuar me fitim dhe në përgjithësi kjo tregon që gjendja e tyre për të përballuar borxhin e mundshëm është pozitive, është e mirë. Individët vazhdojnë të kenë një tepëricë kreditore të pozicionit të tyre financiar. Ata financojnë kryesisht veprimtarinë e sektorit bankar nëpërmjet depozitave, por edhe bizneset. Në përgjithësi, kërkesa për kredi si nga individët ashtu edhe nga bizneset për 6 muajin e ardhshëm pritet të jetë relativisht e qëndrueshme. Tregjet financiare në përgjithësi kanë ecur sipas pritshmërive. Sipas Shehut, në tregun e pasurive të paluajtshme ka pasur një rritje të çmimit, por ritmi i rritjes ka rënë krahasuar me një vit më parë. Në të rësi, gjendja e sektorit bankar është zhvilluar pozitivisht. Në tregun e pasurive të paluajtshme kemi patur një rritje të çmimit të mëtejshme, por ritmi i rritjes ka rënë krahasim me një vit më përpara. Aktiviteti i sektorit bankar është zgjeruar me gati 9.4% në terma vjetor, kryesisht e mbështetur nga rritja e kapitalit dhe depozitave, e cila është drejtuar në drejtim të kreditimit dhe të investimeve në tituj. Kredia është rritur në terma vjetor me gati 13.5%, me kontribut pozitiv si nga kredia në lek, ashtu edhe nga kredia në valutë, po kështu edhe depozitat janë rritur me kontributin pozitiv nga depozitat në lek, ashtu edhe nga ato në valutë.
rritja e depozitave në terma vjetor ka qenë rreth 9.1%. Raporti kredive me probleme zbriti në nivelin 3.8% në fund të vitit, dhe ky është niveli më i ulët në 15 vjetët e fundit. Në përgjithësi, edhe bankat shprehen për rreziqe të ndryshme të veprimtarisë së tyre dhe në vrojtimin e fundit kanë vënë theksin tek zhvillimet ndërkombëtare. Tregu i pronave në Durrës pritet të mbetet përgjithsisht i qëndrueshëm në vitin 2026 me luhatje të lehta me zonave më pak të zhvilluara dhe atyre bregdetare më të kërkuara, faktorë si kostot e ndërtimit, investimet infrastrukturore dhe interesi i blerësve vijojnë të mbështesin çmimet. Durrësi është një nga qytetet kryesore bregdetare të Shqipërisë dhe tregu i tij pronave ndodhet në një udhkryq mes kërkesës për strehim nga vendasit, zhvillimit të turizmit dhe disa prej projekteve më të mëdha infrastrukturore në vend. Që nga fillimi i vitit 2026, gjasat për një rënje domethënëse të çmimeve të pronave në Durrës gjatë 12 muajve të ardhshëm vlerësohen të ulta. Kjo për shkak se rritja e kostove të ndërtimit, investimi në infrastrukturë dhe interesi i vazhdueshëm i blerësve të huaj vijojnë të mbështesin tregun. Një diapazon i besueshëm i lëvizjes së çmimeve gjatë vitit të ardhshëm parashikohet të jetë nga një rënje e lehtë prej rreth 5% në mikrolokacionet më pak të favorshme, si zonat me stok të vjetër, dokumentacion të dobët apo larg rrugëve kryesore, deri në një rritje prej rreth 10% në zonat më të kërkuara bregdetare. Kjo sugjeron se tregu ka më shumë gjasa të qëndrojë qëndrueshëm ose të rritet gradualisht, sesa të përballet me rënje të fortë. Sipas të dhënave nga Investropa, faktori kryesor që mund të ndikojë në një rënje të mundshme të çmimeve mbetet kreditimi bankar. Rreth 58% e transaksioneve të fundit të pronave në Shqipëri janë mbështetur nga kredit hipotekare, ndaj çdo vështirësi në marrjen e financimit do të ndikonte drejt për drejt në kërkesë. Megjithatë, norma baze e interesit e Bankës së Shqipërisë mbetet në nivele të moderuara. Edhe pse në maj të vitit 2025 u vendosën kufizime për raportin kredi-vlerë, nuk ka sinjale për një shtrëngim të mëtejshëm agresiv në afat të shkurtër. Nga ana tjetër, zhvillimet në sektorin e ndërtimit tregojnë një ngadalësim të ofertës së re. Lejet e ndërtimit ranë me rreth 17% në fillim të vitit 2025, ndërsa rritja e kostove është stabilizuar. Kjo do të thotë se më pak njësi të reja po hynë në treg, edhe pse projektet e nisura gjatë periudhës së bumit 2022 deri në 2024 vijojnë të përfundojnë dhe të dalin në shitje. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit bën të ditur se 65 subjekte janë ndëshkuar deri më tani me gjobë dhe vendime për pezullim punimesh në kuadër të masave për respektimin e sigurisë teknike në kantiere. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit bën të ditur se 65 subjekte janë ndëshkuar deri më tani me gjobë dhe vendime për pezullim punimesh në kuadër të masave për respektimin e sigurisë teknike në kantiere. Në territorin e Bashkisë së Tiranës janë verifikuar në total 219 objekte të ndërtimi, prej të cilave 41 me leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe 178 objekte me leje nga Njësia Vendore. Pas përfundimit të rikontrollit, proces që Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit e kryen në bashkëpunim dhe koordinim me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit dhe Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, në 45 kantiere u konstatuan shkelje, duke çuar në vendosjen e gjobave dhe pezullimin e punimeve. Në zonën e Golemit, pjesë e Bashkisë së Kavajës janë verifikuar në total 73 subjekte, prej të cilave 4 me leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe 69 me leje nga Njësia Vendore. Pas rikontrollit, 8 subjekte janë ndëshkuar me gjobë dhe vendim pezullim punimesh. Kontrollet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë filluar edhe në territorin e Bashkisë së Vlorës dhe Himarës. Në Vlorë deri më tani janë inspektuar gjithsej 32 objekte ndërtimi, nga të cilat 11 objekte janë të pajisura me leje ndërtimi të lëshuara nga Bashkia Vlorë dhe 21 objekte me leje të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Në 12 raste janë vendosur gjoba dhe marrë vendime për pezullim punimesh. Në territorin e Bashkisë Himar rezultojnë gjithsej 71 subjekte të pajisura me leje të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit, të cilat janë planifikuar për të inspektuar. Deri në këtë fazë janë inspektuar 14 subjekte. Në bashkëpunim me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit dhe Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Durrës, planifikon fillimin e procesit të verifikimit.
Inspektorati Kombëtar i Territorit thekson se respektimi i detyrimeve ligjore për sigurinë teknike në kantiere mbetet një objektiv parësor. Ndërkohë, në zbatim të planit të punës, kontrollet do të shtrihen gradualisht në të gjithë territorin e vendit. Importet e pajisjeve të lidhura me turizmi shënuan në rritje në mars të këtij viti, duke sinjalizuar përgatitje për sezonin veror. Importet e anijeve dhe strukturave lundruese arritën nivele rekord historik, ndërsa ato të çadrave të diellit shënuan nivelin më të lartë të dekadës. Shqipëria duket se po hyn më e përgatitur në sezonin veror 2026 me rritje të ndjeshme të importeve në disa kategori të lidhura drejt për drejt me turizmin, plazhet dhe aktivitetet detare. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave në muajin mars të vitit aktual, importet e anijeve, varkave dhe strukturave lundruese arritën në rreth 134 milion lekë, duke shënuar nivelin më të lartë regjistruar për muajin mars që prej vitit 2005. Krahasuar me marsin e vitit 2025, kjo kategori ishte rreth 77.8 milion lekë, ndërkohë që vlera është rritur ndjeshëm duke sinjalizuar investime më të mëdha në shërbime detare dhe turizmin bregdetar. Rritja e fortë është shënuar edhe te importet e çadrave të diellit, bastoneve dhe artikujve të ngjashëm, të cilat arritën në 53.1 milion lekë në mars të vitit 2026. Ky është niveli më i lartë i shënuar në rreth një dekadë, duke reflektuar zgjerimin e furnizimeve për plazhet dhe strukturat turistike. Një vit më parë, në mars të vitit 2025, kjo kategori regjistronte rreth 41.2 milion lekë, ndërkohë importet e prodhimeve të kashtë, të xungthit dhe kallamave të përdorura gjerësisht në arredime verore, dekorime dhe struktura turistike arritën në 5.3 milion lekë në mars të vitit aktual. Kjo kategori shënoi rënje krahasuar me rreth 10 milion lekë në mars të vitit 2025, megjithëse mbetet në nivele më të larta se shumë vite më parë. Të dhënat tregojnë se bizneset shqiptare, veçanërisht ato të lidhura me turizmin bregdetar, kanë nisur furnizimet përpara pikut të sezonit veror. Rritja e importeve të mjeteve lundruese dhe pajisjeve të plazhit sugjeron pritshmëri pozitive për fluksin e turistëve dhe zgjerim të ofertës turistike përgjatë vijës bregdetare. Rikujtojmë se hyrjet e shtetasve të huaj në Shqipëri u rikthyen në rritje të fortë gjatë muajit mars pas një fillim viti të zbetë. Sipas Instat, në mars hyn rreth 609.300 shtetas të huaj me rritje 10.8% krahasuar me marsin e vitit kaluar. Shqipëria rënditet e 75-ta në botë për shpejtësinë e internetit fiks. Sipas të dhënave nga Ookla në rajon, ajo pozicionohet e treta, ndërsa vendet lider si Singapori vijojnë të vendosin standarde globale në këtë tregues. Shpejtësia e internetit është kthyer në një nga treguesit më të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik dhe cilësisë së jetesës në një vend. Në një kohë kur puna, arsimi dhe shërbimet po zhvendosen gjithnjë më shumë online, performanca e rrjeteve digjitale po ndikon drejt për drejt në përditshmërinë e qytetarëve dhe konkurreshmërinë e bizneseve. Të dhënat e fundit tregojnë dallime të ndjeshme mes vendeve dhe rajoneve, duke nxjerrë në pas sfidat që lidhen me infrastrukturën dhe investimet në teknologji. Në këtë kontekst, shpejtësia e internetit nuk është më thjesht një komoditet, por një domosdoshmëri për zhvillim dhe integrim në ekonominë globale. Sipas të dhënave nga Ookla dhe platforma e saj Speed Test, Shqipëria renditet në vendin e 75 nga 153 shtete të marra në shqyrtim për internetin fiks, me një shpejtësi mesatare prej 93.64 megabit për sekond. Krahasuar me një vit më parë, vendi ka pësuar një rënje të lehtë për një pozicioni, duke reflektuar ritme të ndryshme zhvillimi në krahasim me vendet e tjera. Megjithatë, në nivel rajonal, Shqipëria paraqitet më konkurruese. Ajo renditet e treta për shpejtësinë e internetit në vitin 2026, pasi Malizi dhe Serbia kryesojnë këtë listë me performancë më të lartë. Nga ana tjetër, Maqedonia e Veriut, Bosnia-Hercegovina dhe Kosova renditen në fund të klasifikimit rajonal, duke treguar hendekun që ende ekziston në infrastrukturën digjitale brenda Ballkanit. Në shkallë globale, diferencat bëhen edhe më të theksuara. Singapori mban vendin e parë në botë me një shpejtësi mesatare për 425 megabit për sekond, i ndjekur nga Emiratet e Bashkuara Arabe me 384 megabit për sekond. Në Europë, Franca kryeson për internetin fiks më të shpejt, duke reflektuar investimet e larta në rrjete moderne dhe fibra optike. Ndërkohë, jo të gjitha vendet gëzojnë të njëjtin nivel zhvillimi teknologjik. Etiopia, Afganistani dhe Siria renditen ndër vendet me performancën më të dobët në këtë tregues. Në fund të listës qëndron Kuba me vetëm 3.83 megabit për sekond, duke theksuar sfidat serioze që lidhen me aksesin dhe zhvillimin e infrastrukturës së internetit. Këto të dhëna tregojnë qartë se gara për internet më të shpejt nuk është vetëm një çështje teknologjie, por një faktor kyç që ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik, inovacionin dhe mundësitë që ofrojnë qytetarëve në epokën digjitale.
Çmimet e naftës u rritën me gati 2% të martën, ndërsa përpjekjet për t'i dhënë fund luftës SBA-Iran duket se kanë ngecur me ngushticën e Hormuzit ende të mbyllur. Analistët presin që çmimet aktuale të naftës të jenë norma e re. Çmimet e naftës u rritën me gati 2% të martën duke zgjeruar fitimet nga seanca më parshme, ndërsa përpjekjet për t'i dhënë fund luftës Shtetet e Bashkuara Iran duket se kanë ngecur me ngushticën e Hormuzit ende të mbyllur. Presidenti amerikan Donald Trump është i pakënaqur me propozimin e fundit iranian që synon t'i jap fund luftës, tha një zyrtar amerikan. Burimi iraniane zbuluan se propozimi i Teheranit shmangte trajtimin e programit të tij bërthamor, derisa të ndalonin armiqësitë dhe të zgjidheshin mosmarrëveshjet për transportin detar në gjirin persik. Kontrata të ardhshme të naftës së papërpunuar Brent për qershorin u rritën me $2.32 në $110.55 për fuqi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane u rrit me $1.8 në $98.17 për fuqi. Bisedimet rreth paqes ende duken si përfaqësore dhe u mungojnë prova konkrete të uljes së tensioneve. Pavarësisht retorikës, lëvizja e anijeve përmes ngushticës së Hormuzit mbetet e kufizuar dhe kjo ndërprerje zgjatur është ajo që po i mban të larta primet e rrezikut të naftës, thanë analistët. Të dhënat e gjurmimit të anijeve zbuluan ndërprerje të konsiderueshme në rajon, me 6 anije cisterna iraniane të naftës të detyruara të ktheheshin prapa për shkak të bllokadës amerikane. Megjithatë, një anije cistern me gaz natyror të lëngshëm e menaxhuar nga kompania kombëtare e naftës Abu Dhabi e Emirateve të Bashkuara Arabe kaloi ngushticën e Hormuzit dhe duket se është pranë indis. Përpara luftës, e cila filloi më 28 shkurt, midis 125 dhe 140 anije kalonin në përngushticë çdo ditë. Analistët presin që çmimet aktuale të naftës jenë norma re. Ata shohin një situatë bazë që po kalon nga një ulje për shkallëzimit të luftës në një situatë të paqartë armëpushimit të zgjatur, me çmimet e naftës që tregtojnë midis 100 dhe $125 për fuqi. Udhëheqësit e vendeve të gjirit persik po ecin përpara me planet për të lejuar që më shumë nga nafta e tyre e papërpunuar të anashkalojë tërësisht ngushticën e Hormuzit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera po shurtonin tubacionet e reja të naftës që do të funksiononin paralelisht me strukturat ekzistuese. Udhëheqësit e vendeve të gjirit persik po ecin përpara me plane që do të lejojnë që më shumë nga nafta e tyre e papërpunuar të anashkalojë tërësisht ngushticën e Hormuzit dhe të ndihmojnë në sigurimin e eksporteve në planin afatgjat. Më herët këtë muaj Financial Times raportoi se Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe të tjerë po shqyrtonin në mënyrë aktive tubacionet e reja të naftës që do të funksiononin paralelisht me strukturat ekzistuese së bashku me terminalet e zgjeruara të eksportit në vija bregdetare alternative. Tubacioni ekzistoi saudit për 1200 kilometrash, 746 milje, tashmë po funksionon me kapacitet maksimal për 7 milion fuqish në ditë nga 5 milion që ishte para luftës, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe po transportojnë edhe 1.8 milion fuqi të tjera në ditë në portin e tyre të Fujairah. Financial Times citoi zyrtar dhe ekspert të energjisë të kenë thënë se edhe pse tubacionet e reja janë të kushtueshme, kërkojnë kohë dhe nganjëherë janë politikisht komplekse. Ato mund të jenë vetëm një mënyrë që shtetet e gjirit të mund të zvogëlojnë dëshmërinë e tyre ndaj ndërprerjeve në të ardhmen. Kuvajti, Bahreini dhe Katari përballen me një problem të madh gjeografik, pasi nuk kanë vija bregdetare alternative dhe pothuajse të gjitha eksportet e tyre të hidrokarbureve kalojnë përmes Hormuzit. Ata me shumë mundësi do të duhet të kalojnë nëpër Arabinë Saudite ose Iranin, që do të thotë tubacione të gjata dhe negociata të ndërlikuara politike, të cilat do të zgjasin të paktën 3 deri në 4 vjet, ndoshta më shumë. Tubacione ekzistues si eksporti të Irakut nga rajoni verior i Kirkukut në Turqi u ndërtua në vitet 1970 dhe u rifillua shtatorin e kaluar pas një mbyllje 2 vjeçare e gjysmë. Tani ai po pompon deri në 250.000 fuqi në ditë. Kriza e Hormuzit i ka dhënë gjithashtu një rrull të ri rrugëve të tjera perëndimore. Më herët këtë muaj qeveria irakiane e çoi në fazën e tenderimit segmentin Basra Haditha me vlerë $4.6 miliard, $3.9 miliard që shkon nga jugu drejt kufirit sirian. Kjo linjë për 685 kilometra shije si pjesa e parë kritike që më vonë mund të shtrihet deri në portin e Akabës në detin e Kush të Jordanisë ose ndoshta në Siri apo Turqi. Nëse miratohet,
thuhet ajo do të ketë kapacitetin për të transportuar deri në 3 milion fuqi në ditë në faza. Iraku ka shqyrtuar një tubacion të veçantë për në portin e Omanit me bisedime fillestare të njoftuara në shtator. Përveç tubacioneve, vendit e Gjirit kanë tashmë plane konkrete për të zgjeruar rrjetet e kufizuara hekurudhore dhe rrugore që i lidhin ato për të ndihmuar në lehtësimin e eksportit të madrave. Rreth 60 shtete do të mbajnë takimin e parë këtë javë për të diskutuar heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile, ndërsa lufta e Iranit përmbys tregjet globale të naftës dhe gazit dhe rritëshmimet, por në takim do të mungoj Kina dhe SBA, dy ndotësit kryesor në botë si edhe prodhues të mëdhenj të naftës dhe gazit në lindjen e mesme. Rreth 60 shtete përfshirë Brazilin, Gjermanin, Kanadan dhe Nigerin do të mbajnë takimin e parë këtë javë për të diskutuar heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile, ndërsa lufta e Iranit përmbys tregjet globale të naftës dhe gazit dhe rrit çmimet. Mbledhja e ministrave dhe zyrtarëve në Santa Marta të Kolumbisë do të përqendrohet në hapat praktik për të larguar ekonomitë nga lëndët djegëse fosile, të rënë dakord në samitet e OKB-s për klimën. Qeveritë do të diskutojnë se çfarë lloj instrumentesh financiare, stimujsh rregullator apo instrumentesh planifikimi nevojiten për të filluar një heqje graduale. Bisedimet do të trajtojnë gjithashtu mënyrën e krijimit të kushteve të investimit që industritë të kalojnë nga gazi në energji elektrike dhe si të reformohen subvencionet e karburanteve fosile. Takimi bashkon një koalicion shtetesh ku do të mungojnë Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy ndotësit kryesor në botë. Arabia Saudite dhe prodhues të tjerë të mëdhenj të naftës dhe gazit në lindjen e mesme gjithashtu nuk do të marrin pjesë. Lufta e Iranit ka ekspozuar varësinë e madhe të shumë vendeve nga importet e naftës dhe gazit, me ekonomitë aziatike të goditur nga mungesa e karburantit dhe vendet europiane që përballen me rritje të kostove të energjisë. Kriza energjetike kishte përforcuar argumentin për heqjen graduale të naftës dhe gazit për të forcuar sigurinë ekonomike dhe energjetike, jo vetëm për të trajtuar ndryshimet klimatike. Takimi pasqyron gjithashtu zhgënjimin midis disa qeverive për përparimin e ngadalt në bisedimet vjetore të OKB-s për klimën, ku gati 200 vende duhet të bien dakord për vendimet me konsensus. Vendet ranë dakord të largohen nga lëndët djegëse fosile në samitin e klimës COP28 në vitin 2023, por takimet pasuese kanë bërë pak për të çuar përpara këtë premtim, me vendet përfshirë Arabinë Saudite që bllokojnë propozimet e fundit që synojnë lëndët djegëse fosile. Emetimet e dioksidit të karbonit nga djega e qymyrit, naftës dhe gazit janë nxitësit kryesorë i ndryshimeve klimatike. Administrata e presidentit Donald Trump tha se kishte arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund 2 kontratave të tjera me qyrat të energjisë eolike në det të hapur. Në këmbim të këtij vendimi, kompani do të investojnë $885 milion në lëndët djegëse fosile vendase. Administrata e presidentit Donald Trump tha se kishte arritur një marrëveshje për të dhënë fund 2 kontratave të tjera me qerat e energjisë eolike në det të hapur në këmbim të $885 milion në investime të premtuara në lëndët djegëse fosile vendase. Projektet, një në Atlantik dhe një në Paqësor, menaxhohen nga Ocean Winds, një sipërmarrje përbashkët midis Engie të Francës dhe EDP të Portugalisë. Njoftimi vjen një muaj pasi giganti francez i energjisë Total Energies arriti një marrëveshje të ngjashme me Departamentin e Brendshëm për të ridrejtuar $1 miliard nga qerat e energjisë eolike në det të hapur në prodhimin e naftës dhe gazit në Shtetet e Bashkuara. Marrëveshjet përfaqësojnë një strategji të re në përpjekjet e Donald Trump për të penguar projektet e energjisë eolike në det të hapur, të cilat presidenti i ka quajtur të shëmtuara, të kushtueshme dhe jo efikase. Një grup i industrisë së energjisë së erës në det të hapur kritikoi marrëveshjet për anulimin e projekteve që do të siguronin energjinë elektrike të nevojshme për të përmbushur kërkesën në rritje. Ne duhet të maksimizojmë përdorimin e këtij burimi të vlefshëm vendas dhe të ndjekim një strategji të vërtetë energjetike që përfshin të gjitha sa më sipër, në vend që të kufizojmë qëllimisht opsionet tona, tha grupi. Të dy projektet janë sipërmarrje të përbashkëta. Ocean Winds u bashkua me një njësi të menaxhimit të aseteve BlackRock në Blue Point Wind, e cila ndodhet pranë brigjeve të New Yorkut dhe New Jerseyt, dhe me Reventus Power, një firmë investimi në energjinë e erës në det të hapur me seli në Londër, në projektin Golden State Wind pranë Kalifornisë. Global Infrastructure Partners, njësia BlackRock, ra dakord të investojë $765 milion, shumë e ofertës për Blue Point Wind, një strukturë e gazit natyror të lëngshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të siguruar pavarësinë energjetike, Brukseli po e kthen vëmendjen përsëri te sektori bërtamor. Ky ndryshim shënon një tranzicion drejt një përzierje energjetike strategjike, ku besueshmëria e ngarkesës bazë bërtamore po përqafohet si partnere e paqëndrueshmërisë së energjisë së erës dhe diellit.
Ndërprerja rekord e furnizimit global me energji e shkaktuar nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit është shkaku kryesor i krizës. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëroi një humbje ditore prej afërsisht 13 milion fuqish. Dhe vetëm në 17 ditët e para të luftës me Iranin, Bashkimi Evropian u detyrua të shpenzonte 6 miliardë euro shtesë për importet e lëndëve djegëse fosile për shkak të rritjes së çmimeve. Për të siguruar pavarësinë dhe përballueshmërinë energjetike, Brukseli po e kthen vëmendjen përsëri te sektori bërthamor, duke rregulluar një rrjet që burimet e rinovueshme nuk mund ta stabilizojnë vetëm. Ky ndryshim shënon një tranzicion drejt një përzierje energjetike strategjike, ku besueshmëria e kërkesës bazë bërthamore po përqafohet si partnere e paqëndrueshme së energjisë së erës dhe diellit. Diversifikimi i energjisë dhe përdorimi në rritje i burimeve të rinovueshme çua në një rënje prej 11.1% të importeve të energjisë të Bashkimit Evropian në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024. Në vitin 2025, Evropa importoi 336.7 miliardë euro në produkte energjetike, një rënje prej 51.4% nga viti 2022, kur importet e energjisë ishin 693.4 miliardë euro, zbulon Eurostat. Me rritjen e prodhimit vendas të energjisë së gjelbër, plani i veprimit për energjinë thjeshton elektrifikimin e sektorëve të industrisë, transportit dhe ndërtimit, duke bërë energjinë elektrike burimin dominues të energjisë. Me planin e rrjeteve elektrike, Brukseli dëshiron të modernizojë plotësisht infrastrukturën energjetike të bllokut. Plani i veprimit rrit investimet private përmes ngjarjeve të nivelit të lartë, si forumi i investimeve në tranzicionin e energjisë së pastër në maj 2026 dhe samiti i investimeve në energjinë e pastër më vonë këtë vit. Bashkimi Evropian mirëpret politikat e diversifikimit të energjisë, duke përfshirë planet e saj për burimet bërthamore. Bërthama është një burim energjie me karbon të ulët dhe i shpërndashëm, argumenton ajo, duke theksuar se është një nga zgjedhjet për të shkëputur nga lëndët djegëse fosile së bashku me burimet e rinovueshme. Në të rësi, Bashkimi Evropian varet shumë nga energjia bërthamore, e cila gjeneroi 24% të energjisë elektrike në vitin 2026. Aktualisht, ajo operon 98 reaktor në 12 shtete me rreth 96.2 gigawatt kapacitet, kështu që sistemi është i zhvilluar por i kufizuar. Bankat e Eurozonës shtrënguan aksesin në kredi në 3 muajt e parë të vitit dhe presin të vazhdojnë me këtë ritëm edhe në 3 mujorin e parë. Anketa 3 mujore e BCE sugjeroi se kushtet e financimit tashmë po përkeqësoheshin si rezultat i konfliktit në Iran. Bankat e Eurozonës shtrënguan aksesin në kredi në 3 muajt e parë të vitit dhe presin të vazhdojnë të bëjnë këtë edhe këtë 3 mujor, ndërsa lufta në Iran rrit çmimet e energjisë dhe kostot e financimit, tregon një anketë e Bankës Qendrore Europiane. Anketa 3 mujore e BCE-s për huallënien bankare për 21 vendet që përdorin euron sugjeroi se kushtet e financimit tashmë po përkeqësoheshin si rezultati i konfliktit në Iran, që filloi në fund të shkurtit, madje edhe para çdo rritje të mundshme të normës së interesit. Shtrëngimi i kritereve të bankave për të miratuar kredit ishte më i madh se sa pritej dhe në rastin e firmave, më i ashpër që nga 3 mujori i tretë i vitit 2023. Rreziqet e perceptuara për perspektivën ekonomike dhe një tolerancë më e ulët ndaj rrezikut nga bankat ishin faktorët kryesorë që kontribuan, me bankat që treguan në një pyetje të hapur se zhvillimet gjeopolitike dhe energjetike ushtruan presion shtrëngues, tha BCE. Disa banka raportuan shtrëngime shtesë në lidhje me ekspozimet ndaj firmave që përdorin shumë energji dhe lindjen e mesme, shtoi BCE. Për 3 muaj deri në qershor, bankat presin një shtrëngim neto të përhapur dhe më të theksuar të standardeve të kreditimit. Kërkesa për kredi pak në 3 muaj deri në mars, në kundërshtim me pritjet e vetë bankave, ndërsa firmat ulën investimet, megjithse disa rimbushën inventaret e tyre. Disa banka theksuan se zhvillimet e vazhdueshme në çmimet e energjisë po nxisnin rritjen e kërkesës për likuiditet nga firmat, ndërsa të tjera vunë duke pasigurinë më të lartë dhe shtyrjen e investimeve si faktor që ulin kërkesën, tha Banka Qendrore Europiane. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke e klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.